Në historinë e fotografisë shqiptare, emri i Sham Picit lidhet me periudhën e gjysmës së parë të shekullit të kaluar. Ai përmendet në të si një nga fotopeizazhistët më të hershëm e më të suksesshëm, dhe po ashtu edhe si fotoreporteri i parë i sportit shqiptar. Sham Pici, pagëzuar si Mark, është lindur në 5 gusht 1904, në Shkodër, atje ku rreth gjysmë shekulli më herët kishte ardhur në jetë edhe fotografia shqiptare. Ai filloi punë qysh në moshë të njom, rreth vitit 1914, si Qirak, me ndërhyrjen e Luiq Gurakuqit, mikut të familjes Pici, tek Foto Studio Marubi. Njihet miqësia e madhe ndërmjet Gurakuqit dhe Kel Marubit. Aty, pran fotografit tanim të njohur, Sham Picit i lindi kureshtja e veçantë dhe tërheqja nga mjeshtëria e fotografimit. Vëm në dukje se edhe trajtimi i ustajt për Qirakun e ri i kalonte caqet e zakonshme të rasteve të tilla. Kështu, djali ditaditës aftësohej duke zbuluar të fshehtat e profesionit dhe po ashtu duke fituar besim në vetvete, se këtë punë një ditë mund ta kryente edhe vetai. Ndoshta po përsëritej historia, tanim me aktor të tjerë, sepse kështu e kishte mësuar më herët edhe mjeshtër Keli, profesionin nga ustaji i tij Pjetër. Pas disa vitesh punë tek Foto Studio Marubi, rreth moshës 20 vjeçare, Shani hapi bashkë me 2 vëllezërit e tij, Ndrekën dhe Tefën, një studio private në qytet. Ajo u vendos në vendin e quajtur Fusha e Qelës dhe me emrin Fotografia Pici. Ndarja nga Marubët nuk ndërpreu lidhjet miqësore të ngjizura në marrëdhënie pune, por përkundrazi ato vazhduan gjatë. Të fillonja atë herë një aktivitet artizanal vetjak. Ishte një veprim i guximshëm, sidomos po të mendohen vështirësitë e kohës për pajisje me mjetet e nevojshme për një punë sa më të mirë. Natyrisht në studion e tij fotografohej me dritë diellore, e cila futej në mjediset e saj, nga lart nëpërmjet një baxhe me xham, ndërsa anash nga një dritare e madhe. Ndërkohë, Shani nuk u kufizua vetëm në fotografimet rutinë për komunitetin brenda studios, por filloi të dilte jashtë saj, të magjepsej nga pamjet e rralla të natyrës, por sidomos të Alpeve të Veriut. Ai nisi të shpërfaqte në fotografitë e natyrës shpirtin e tij lirik e me ndjenja të holla për të bukurën. Mjaft nga këto fotopeizazhe janë shtypur edhe si kartolina në Itali dhe Austri, në faqen e prapme të cilave shkruhej rishtypja ashtë ndalueme. Fotografia Pici i Shkodër, shqipni e më sipër kartposte shqipniet. Ato kanë qarkulluar për shumë kohë ndërmjet shqiptarëve, brenda e jashtë vendit. Me ato, Pici ka kontribuar në një farë mënyre në atë që do të quhej më vonë fotografia turistike e shqiptare. Kështu, ai nisi të fotografojë jo vetëm peizazhe tërheqëse të natyrës, por edhe njerëzit e atyre anëve, të cilët me gjithë varëdrinë e tyre shpërfaqnin tipare të veçanta fiziologjike dhe psikologjike. Madje, Pici fotografoi, përveç fotoportreteve mjaft tipizuese të banorëve, edhe mjediset e tyre, ku varfëria shoqërohej me bujarinë dhe fisnikërinë karakteristike të malësorëve. Po ashtu, ishte natyra shumë komunikuese e Picit që krijonte atmosferën e ngrohtë ndërmjet fotografit dhe subjektit, aq e nevojshme për këto lloj fotosh. Gjithsesi, ai nuk i shihte dhe trajtonte ata që fotografonte, malësor e malësor, si subjekte kalimtar, por si njerëz me ndjenja e shpirt fisnik. Kësaj, ati i dridhej disi gishti tregues para se të shkrepte aparati. Pici është ndoshta fotograti i parë që u ngjit aq lart bjeshkëve, për të paraqitur sa më mirë çdo karakteristikat e banorëve të atyre trevave të thella. Disa fotoportrete të fshatarëve të krahinave të Shkodrës hynë në fondin e zgjedhur të portretit fotografik shqiptar. Shumë foto të kësaj periudhe i dëshmojnë mirë e bukur këto karakteristika të aftësive krijuese artistike të Picit. Vlen të shënojmë këtu se kur realizonte këto foto, natyrisht atij i duhej të largohej nga dyqani për disa ditë. Kjo do të thoshte më pak të ardhura ekonomike, por pasioni i tij i madh për fotografinë i mbikalonte të gjitha interesat e tjera. Ai i pranonte me vetëdije të plot pasojat dëmtuese financiare për të dhe familjen, fature rënd për kohën. Me rëndësi të veçantë në periudhën e parë të veprimtarisë fotografike të Sham Picit, shoqërimi më 1925 i rrethit të parë ciklistik të Shqipërisë, rreth 1300 kilometra, duke qenë njëkohësisht edhe antar i jurisë. Kjo ndodhi kur ai ishte vetëm 21 vjeç. Sipas gazetarit të njohur të sportit, Besnik Dizdari, historikisht, kjo është veprimtaria e parë zyrtare sportive në vend, si dhe rrethi i parë ciklistik në Europë për amatorët. Fotografitë e këtij rrethi të realizuara nga Pici kanë tërhequr disa vite më parë,
vëmendjen e studiuesve japonez të fotografisë, si dhe qarqet ciklistike europiane për nivelin e lartë të tyre, dhe moshën relativisht të vjetër të fotografisë sportive shqiptare. Duke i pasqyruar në shumë foto të gjitha etapat e këtij rrethi prej fillimit e deri në fund të aktivitetit, ai mbetet fotoreporteri i parë sportiv në historinë e fotografisë shqiptare. Kësaj veprimtarie sportive atëherë i bëri i jehon edhe një pjesë e shtypit europian. Vlen të kujtojmë me përfytyrim gjendjen primitive të rrugëve Shqipërisë së asaj kohe, që të vlerësojmë më mirë edhe punën vetmohuese e plot pasion të Picit. Shënojmë se rrethi ciklistik i vitit 1925 filloi në rrethin e Shkodrës, kaloi në mjaft qytete të Shqipërisë dhe përfundoi në Tiranë. Ai ishte i debuar dhe organizuar nga veprimtari i njohur i qytetit, Palok Nika, dhe është fituar nga ciklisti i vllaznisë së Shkodrës, Jonus Gjulbegu. Sham Pici ka lëvruar edhe reportazhin fotografik në shtypin shqiptar të viteve 30. Në këtë suaz, ai është ndër fotografët që ftoi mbreti Zog për të pasqyruar e përjetësuar veprimtaritë festive në Tiranë. Më 28 nëntor 1937, me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë kombëtare. Nga këto kremtime, Pici ka lënë një fotografi, edhe kjo me vlera historike, në oborin mbretëror, ku paraqitet qeta e fotografëve, secili i armatosur me aparatin e vet në gjoks. Në të shihen Vasil Ristani, Geg Marubi, Mihal Popi, Ded Jakova, Ali Bakiu, Ymer Bali, Mandi Koçi, Kol Maca, pra pjesa më e madhe e ajkës së fotografëve shqiptar të kohës. Gjithashtu, vlen të përmendim këtu se Sham Pici ka realizuar edhe mjaft fotografi të familjes mbretërore të mbretit Zog. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe vendosjes së komunizmit në Shqipëri, filloi shtetëzimi i veprimtarive të ndryshme ekonomiko-shoqërore private. Kështu, më 1949, i erdhi radha edhe fotografisë. Në një foto historike të këtij viti paraqitet me buzëqeshje të hidhura pesëshja e njohur e fotografëve shkodran, Ded Jakova, Sham Pici, Geg Marubi, Pjetër Aboshta dhe Angelin Nënshati. Ata qëndrojnë krah për krah me njëri tjetrin, duke ditur se të nesërmen do punonin në kooperativa artizanati bashkë me profesione të tjera që s'kishin fare lidhje me artin. Natyrisht kjo gjë edhe Sham Picin e brengosi, i cili vazhdoi të fotografonte, por jo si më parë dhe filloi t'i kushtonte tepër vëmendje fondit të tij të pasur e larmishëm fotografik. Siç është përmendur dhe më herët, mjeshtëria e fotografimit në Shqipëri përgjithsisht është përcjeli edhe brenda familjes, nga i vjetri tek i riu, kryesisht nga babai tek djali. Sham Pici përbën një rast të pastër të kësaj dukurie. Nikolini, djali i tij, ka mbuluar për një kohë të gjatë, vite 70 e 80, veprimtaritë e ushtrisë son me fotografi në shtyp, madje me punime të goditura. Vlen të kujtojmë këtu edhe punën cilësore të Nikolin Picit, si fotograf i galerise kombëtare të arteve. Zbresim më poshtë në mosha dhe më afër në kohë. Marketini, djali Nikolinit, ka vite që ushtron artin e fotografisë. Ky i fundit ka marrë pjesë në disa edicione të konkursit kombëtar të fotografisë Marubi. Madje aty dhe është vlerësuar me çmim për foto me nivel artistik. I përmendim këto fakte për të treguar se tek fotografia shqiptare nuk mungon dhe kriteri gjenetik. Po ashtu edhe për keqardhjen që shumë emra të shuar të saj nuk kanë lënë pasardhës që mund ta çonin më tej punën e paraardhësve. Duke fotografuar për një hark kohor prej gjysmë shekulli, Sham Pici ka lënë një arkiv personal me mbi 80.000 ekzemplar bardhë zi, në letër, xhama dhe celuloid, që ruhen fototekën Marubi të Shkodrës. Kjo është shoqëruar edhe me mangësinë që jo rrallë, fotove të Picit, ju është tjetërsuar autorsia, duke ja faturuar atë dikujt tjetër. Një pjesë tjetër e krijimtarisë së tij ndodhet në arkivat e pasardhësve të tij. Gjithashtu ekziston mendimi se në pronësi të familjeve të vjetra shkodrane, ndoshta ku ka njohuri modeste arti, gjenden perla nga shpirti, mendja dhe dora e Sham Picit të ngjizura në letrën fotografike e të panjohura nga publiku ardashës i fotografisë shqiptare. Sham Pici është ndarë nga jeta në qytetin e Shkodrës, më 2 shkurt 1976. Për Sham Picin është shkruar në shtyp vetëm pasi është ndarë nga jeta, karakteristikë e kohës së diktaturës, kur krijimtarinë e tij ai kishte kohë që kishte mbyllur. Duke vërejtur me vëmendjen e duhur fondin fotografik të Sham Picit, veçanërisht larmin e temave dhe nivelin estetik të tyre, mendoj se ka ardhur koha që krijimtaria e tij të përmblidhet në një album retrospektiv fotografik. Detyrë kjo edhe institucioneve që merren me artet pamore. Në këtë botim,
Dashamirët e këtij arti do t'i prekin drejt për drejt me shikimet e tyre arritjet më të mira të Shampicit. Një nga fillnisit e peizazhit fotografik natyror të vendit tonë dhe fotoreporterit të parë të sportit shqiptar. Dhe pse jo? Më pas të botohet edhe një album i 3 përfaqësuesve të Shejzës Pici, Shanit, Nikolinit dhe Marketinit. Botuar tek revista Klan, 7 Gush 2009, me titullin Sham Pici, syri i një fisniku.